Mjafton vetëm një ditë për të pastruar trupin dhe për të ndezur djegjen e dhjamit. Shënim i rëndësishëm, kjo video ka karakter informues dhe motivues. Nuk zëvendëson këshillat mjekësore. Pastrimi nënkupton lehtësimin e proceseve natyrore të trupit, mëlçia, veshkat, zora, jo premtime mrekullie. Pse një ditë mund të bëjë diferencë? Trupi i njeriut është një makineri e zgjuar. Çdo ditë ai filtron toksina, balancon hormonet dhe rregullon energjinë. Por dieta e rëndë, sheqeri i tepërt, ushqimet ultra të përpunuara dhe stresi ngadalsojnë këtë proces. Një ditë e strukturuar mirë, me ushqime të zgjedhura saktë, mund të ulë fryrjen dhe mbajtjen e ujit, të qetësoj tretjen, të ndezë metabolizmin e yndyrave, të përmirësoj fokusin dhe energjinë. Ky nuk është detoks ekstrem. Është rregullim i butë që i jep trupit pushim dhe lëndë ushqyese të pastra. Si funksionon dita e pastrimit? Hidratimi qëllimshëm për të ndihmuar veshkat. Fibra, antioksidant për zorët dhe mëlçin. Proteinat e lehta, yndyra të mira për të mbajtur urinë nën kontroll. Pa sheqer të shtuar, pa miell të bardhë, pa alkool. Në këtë pjesë një prezantojmë 5 nga 10 ushqimet kryesore që mjaftojnë për një ditë efektive. Një ujë me limon, fillimi ideal i ditës. Pse funksionon? Aktivizon tretjen. Nxit prodhimin e lëngjeve tretëse. Jep vitaminës dhe ndihmon hidratimin. Si ta përdorësh? Një gotë ujë i vakët, lëngu i gjysmës limoni, sapo zgjohesh. Pije ngadalë. Këshill. Nëse ke stomak të ndjeshëm, shto pak xhenxhefil të freskët. 2. Çaj i jeshil. Pse funksionon? I pasur me katekin, gaska, antioksidant i fuqishëm. Mbështet oksidimin e yndyrës. Jep energji të qëndrueshme pa rënjen e kafes. Si ta përdorësh? 1-2 filxhan gjatë paradites. Mos e ëmbëlso. Alternativ, çaj matcha më i përqendruar. 3. Kastraveci. Pse funksionon? 95 ujë, hidratim dhe diuretik natyral. Ul fryrjen. Shumë pak kalori. Si ta përdorësh? Në sallat me limon dhe vaj ulliri, ose i prerë mes vakteve. Bonus, shtoj pak kopër për tretje më të mirë. 4. Avokado. Pse funksionon? Yndyra monotpangopura që mbajnë ngopjen. Mbështet ekuilibrin hormonal. Ndihmon përthithjen e vitaminave. Si ta përdorësh? 1-2 avokado në drekë, me sallat jeshile ose vezë. Mos e tepro, është ushqyes por kalorik. 5. Vezët. Pse funksionojnë? Proteina e plot ruan masën muskulore. Mbajnë urinë nën kontroll. Mbështesin metabolizmin. Si ta përdorësh? 2 vezë të ziera ose të skuqura lehtë pa vaj. Ideale për mëngjes ose drekë të lehtë. Si duket një shembull dite deri tani? Mëngjes, ujë me limon 2 vezë kastravec. Paradite, çaj jeshil. Drek, sallat jeshile me 1-2 avokado kastravec. Ndihesh më i lehtë, më i përqendruar dhe pa fryrje. Çfarë të shmangësh këtë ditë? Sheqer i shtuar, bukë e bardhë dhe makarona, pije të gazuara, ushqime të skuqura. Këto ushqime nuk janë të shtrenjta, as të rralla. Forca e tyre qëndron te thjeshtësia dhe kombinimi i duhur. 6. Spinaçi dhe zarzavatet jeshile. Pse janë thelbësore? Të pasura me klorofil që ndihmon mëlçin. Plot fibra, pastrim i zorrëve. Shumë pak kalori, shumë volum. Efekti në djegjen e dhjamit. Kur stomaku mbushet me fibra, insulina qëndron e ulët dhe kjo i jep sinjal trupit të djegë yndyrë, jo ta ruaj atë. Si ti përdorësh? Sallate madhe me spinaq, rukola, majdanos, ose të ziera lehtë me pak vaj ulliri. 7. Peshku, sidomos salmon ose sardele. Pse funksionon? Omega 3 ul inflamacionin. Proteina të pastra, metabolizëm më i shpejt. Mbështet hormonet e djegjes së yndyrës. Pse është ideal në ditë pastrimi? Ndryshe nga mishi i rënd, peshku tretet lehtë dhe nuk ngarkon zorrët. Sasia e rekomanduar: 120-150 g peshk i pjekur ose i zier. 8. Fara chia ose fara liri. Pse janë super? Thithin ujë dhe pastrojnë zorrët. Stabilizojnë sheqerin në gjak. Ulin urinë e papritur. Si të përdoren? Një lugë gjelle në një gotë ujë. Lëri 15-20 minuta dhe pi. Rezultat: më pak fryrje, bark më i shesht, tretje më e qetë. 9. Xhenxhefili. Pse është djegës natyral? Rrit temperaturën e trupit, përmirëson qarkullimin,
Lufton inflamacionin dhe fryrjen. Si ta përdorësh? Në çaj me ujë të nxehtë, i freskët i grirë mbi sallat. Bonus, ndihmon edhe kundër lodhjes mendore. 10. Vaj i ullirit ekstra i virgjër. Pse është i pazëvendësueshëm? Aktivizon enzimat e tretjes. Mbështet mëlçin. Yndyrë shëndetshme që ndihmon humbjen e dhjamit. Si ta përdorësh? Një lugë gjelle në sallat. Mos e gatuaj në temperatura të larta këtë ditë. Plani i plot i ditës, detox djegje dhjami. Mëngjes. Uji i vakët me limon. 2 vezë. Kastrave. Paradite. Çaj jeshil. Një lugë fara chia në ujë. Drek. Sallatë e madhe jeshile. 1-2 avokado. Një lugë vaj ulliri. 120 g peshk. Pasdite. Çaj me xhenxhefil. Mbrëmje shumë e lehtë. Spinaq i zier ose sallatë. Çfarë ndodh në trup pas kësaj dite? Fryrja ulet ndjeshëm. Trupi nxjerr ujin e tepërt. Zorët pastrohen natyrshëm. Metabolizmi ndizet. Energji më e qartë mendore. Gabime që duhen shmangur. Mos e zgjas detoksin pa arsye. Mos e kombino me uri ekstreme. Mos prit mrekulli, prit fillimin e ndryshimit. Përfundim, një ditë që vlen më shumë se 100 premtime. Kjo nuk është dietë, por një reset i zgjuar. Një ditë e tillë e bër një herë në javë ose pas periudhave të ushqimit të rënd, i jep trupit mundësinë të rikthehet në ekuilibër. Nëse ndjen ndryshimin pas kësaj dite, kjo është shenja që trupi yt ka nevojë për thjeshtësi, jo ekstreme. Çfarë duhet të ndodh 24 orë pas kësaj dite? Pas një dite me këto 10 ushqime, insulina është më e ulët. Zorët janë më të pastra. Oreksi është më i qetë. Trupi është më i ndjeshëm ndaj ushqimit të mirë. Kjo është dritarja e artë. Nëse e shfrytëzon, fiton. Nëse jo, e humbet. Rregulli i artë. 48 orët pastruese. Për 2 ditët pas kësaj dite. Mos e tepro me bukë të bardhë. Mos u kthe me një herë te sheqeri. Mos ha natën vonë. Në vend të kësaj, proteina të pastra. Perime. Ujë. Pak yndyra të mira. Kjo mban trupin në modalitet djegjeje, jo ruajtjeje. Shembull i ditës 5 së pastrimit. Mëngjes. Vezë ose kos natyral. Pak fruta, jo lëngje. Drek. Mish i bardh ose peshk. Sallatë e madhe. Dark. Sup perimesh ose sallatë. Rezultat. Dhjami fillon të digjet më shpejt se më parë. Sa shpesh duhet bërë kjo ditë? Një herë në javë për mirëmbajtje. Një herë në 10-14 ditë për humbje peshe. Pas festave ose ushqimit të rënd, reseti menjëhershëm. Mos e bëj çdo ditë. Trupi ka nevojë edhe për stabilitet. Shenja që trupi po reagon pozitivisht. Bark më i sheshtë. Më pak uri e çuditshme. Energji më e pastër. Mendje më e kthjellët. Gjumi përmirësohet. Këto nuk janë rastësi, janë sinjale metabolike. Pyetja që bëjnë të gjithë. A digjet vërtet dhjami në një ditë? Po fillon procesi. Në një ditë, digjet kryesisht ujë, glikogen, por aktivizohen mekanizmat e djegjes së yndyrës. Dhjami i vërtet digjet në ditët që pasojnë, nëse nuk e prish ciklin. E vërteta që askush nuk ta thot. Nuk është ushqimi që të shëndosh më shumë. Është ritmi i çrregullt. Kjo ditë e ndal kosin, e qetëson trupin dhe e rikthen në kontroll. Përfundim final. Nëse po kërkon bark më të sheshtë, më pak fryrje, energji dhe një fillim real për humbje peshe, kjo ditë me këto 10 ushqime mjafton. Jo si magji, por si reset inteligjent.